Armando Broja e nisi si titular në ndeshjen e javës së dytë në Championship përballë West Bromwich, në të cilin skuadra e tij u mposhtë me shifra 3-1 me përmbysje, edhe pse gjeti shpejt një avantazh fal autogolit. Pavarësisht kësaj humbje, mediat angleze kanë vlerësuar paraqitjen e sulmuesit shqiptar. Burnley Express, portali që mbulon klubin anglez, i ka vendosur atij notën 6 për paraqitjen në ndeshjen e sotme. Udhëhoqi vjen e parë me mungesën e Zian Fleming dhe bëri okej, por pa imponuar në të vërtetë veten ndaj të tjerëve. Kishte një mundësi të mirë shënimi që u prit mirë, shkruaj në komentin e rreth Brojës dhe paraqitjes së tij në këtë ndeshje ku ai la fushën pa kaluar një orë lojë. Steven Shpendi po pret prej kohësh një ftesë nga kombëtarja shqiptare e futbollit, një ftesë që nuk i erdhi kurrë nga Silvinho, por as nga Maran në grumbullimin e tij të parë në qershor. Megjithatë, do të jetë vështirë që sulmuesi të lihet përsëri jashtë grumbullimeve kuqezi, pasi ai e ka nisur sezonin e ri me fanelën e Empolit me këmbën e mbar, duke shënuar që në ndeshjen e parë të Series B kundër Cremonezes. Në minutën e 21 të takimit, sulmuesi i cili më parë ka luajtur me moshat kuqezi deri me Shqipërinë U21, u tregua i aftë që të shfrytëzonte një goditje nga këndi për të çuar topin në rrjet. Goli fillimisht u anulua për pozicion jashtëloje, por më pas u akordua i rregullt. Steven Shpendi ka shënuar 15 gola në sezonin e kaluar në Serin B me fanelën e Empolit, ndërsa një edicion më parë kishte shënuar 4 të tillë me fanelën e Karanezes. Ndeshja mes Bodrumspor dhe Muğlaspor në kategorinë e dytë turke është mbyllur me rezultatin e barabartë 0-0, por edhe me nga një karton të kuq për secilën skuadër, me të cilët janë dëshkuar brenda shumë pak minutash 2 lojtarë shqiptar. Në startin e pjesës së dytë, Jurgen Çelhaka i Muğlaspor bëri një ndërhyrje të gabuar ndaj Florian Loshajt të Bodrumspor në mesfush. Gjyqtari i tregoi ish mesfushorit të Tiranës kartonin e dytë të verdh, duke nxjerrë para kohë nga loja. Por pak minuta më vonë, ishte pikërisht Loshaj, ai i cili bëri një ndërhyrje të gabuar, duke marrë të dytin e verdh, e barazua shpejt numrin e lojtarëve në fushën e lojës. Sulmuesi kombëtares Reimana i nuk po kalon një moment të mirë me Sivasporin në Turqi dhe në javët e para të kampionatit ka zhgënjur në fushë. Presidenti i klubit turk, Burak Özçoban, ka dhënë informacion dhe për gjendjen e Reimanait, duke theksuar se sulmuesi shqiptar po punon intensivisht pas dëmtimit të pësuar në prill, por aktualisht i mungon ritmi i ndeshjeve. Gjatë një konferencë për mediat, Özçoban foli për situatën sportive dhe financiare të klubit, ndërsa u ndalte te disa prej lojtarëve të skuadrës. Rëmana, drejtuesi i Sivasporit, vlerësoi punën e bërë nga futbollisti gjatë periudhës së rikuperimit, duke nënvizuar se sfida kryesore për të në këtë moment është rikthimi në ritmin e konkurrimit. Reimana i ka punuar shumë që në dëmtimi që pësoi në prill, mungesa e tij më e madhe aktualisht është ritmi i ndeshjeve. Ne i besojmë cilësive të tij, u shpreh Özçoban. Deklarata e presidentit vjen në një moment kur Sivaspori është ende në fazën e ndërtimit të skuadrës për sezonin e ri. Mane shihet si një prej lojtarëve të rëndësishëm të ekipit, por pas periudhës së gjatë jashtë fushave, rikthimi i tij në ritmin e plotë të ndeshjeve pritet të bëhet gradualisht. Sivaspori e ka nisur sezonin me një barazim 0-0 ndaj Esenler Erokspor dhe më pas pësoi humbje ndaj Kayserisporit. Vetë presidenti Özçoban kërkoi falje për humbjen e dytë dhe deklaroi se skuadra do të kërkojë ta korrigjojë këtë rezultat. Ernest Muçi ka lënë pas dëmtimin dhe është rikthyer në stërvitje me skuadrën e Trabzonsporit. Sulmuesi shqiptar mori pjesë në seancën e fundit të ekipit turk përpara ndeshjes me Ferencvarosh e vlefshme për fazën e play-offit të Ligës së Europës. Rikthimi i Muçit në stërvitje vjen vetëm pak ditë pasi ai u detyrua të qëndronte jashtë për shkak të një dëmtimi në pjesën e sipërme të muskujve të përparme të kofshës. Ekzaminimet kishin evidentuar tendosje të shoqëruar me gjaktertje dhe edem, ndërsa në ditët e para pas dëmtimit u raportua se ai mund të mungonte për rreth 2 javë. Muçi humbi ndeshjen e Trabzonsporit ndaj Kasim Pashës, por rikuperimi i tij ka ecur në një drejtim pozitiv dhe tashmë ai ka rifilluar punën me grupin. Megjithatë, prania në stërvitje nuk do të thotë automatikisht se futbollisti është gati për të luajtur. Trabzonspori zhvilloi seancën e fundit në ambientet e Mehmet Ali Yilmaz në drejtimin e trajnerit Fatih Tekke. Pjesa e parë e stërvitjes ishte e hapur për mediat, ndërsa më pas skuadra vijoi me përgatitje taktike për përballjen me Ferencvaroshin.
Në këtë seancë përveç Muçit në stërvitën me grupin Bantako, Folcarelli dhe Okayo Kushlu, të cilët vjojnë të kenë probleme fizike. Për Muçin, ndërkohë rikthimi në stërvitje është hapi i parë drejt rikthimit të plot në dispozicion të trajnerit. Pavarësisht të zhvillimit pozitiv, stafi teknik i Trabzonsporit nuk dëshiron të marrë rrezik me futbollistin shqiptar. Muçi ishte në stol në ndeshjen e Ligës së Evropës ndaj Ferencvaroshit, teksa objektivi i klubit është që Muçi të rikthehet në gjendje optimale dhe nëse gjendja fizike e lejon, të jetë në dispozicion për ndeshjen e kthimit në Hungari, e cila do të luhet me 27 kusht. Ditët e ardhshme dhe mënyra se si do të reagojë trupi i tij ndaj ngarkesave do të jenë vendimtare për përcaktimin e momentit të rikthimit në ndeshje. Rikthimi i Muçit është një zhvillim i mirë dhe për kombëtaren shqiptare. Pas dëmtimit, një mungesë e parashikuar prej 3 deri në 4 javësh do ta bënte teorikisht të pamundur që ai të ishte në dispozicion të Shqipërisë për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Situata tashmë është ndryshe. Fakti që Muçi ka përfunduar trajtimin dhe është rikthyer në stërvitje me Trabzonsporin tregon se rikuperimi po ecën më shpejt nga skenari që mund të krijojë pas dëmtimit. Për kombëtaren kjo është një sinjal pozitiv, pasi Muçi mbetet një prej alternativave të rëndësishme në repartin ofensiv. Nëse ai vijon pa probleme fazën e rikuperimit dhe arrin të rifitojë ritmin e ndeshjeve, mundësia që të jetë i gatshëm për grumbullimin e Shqipërisë rritet ndjeshëm. Për momentin, megjithatë, fokusi i Muçit është rikthimi i plotë të Trabzonsporit. Aktivizimi i tij në ndeshjet e ardhshme do të varet nga gjendja fizike dhe vendimi i stafit teknik, ndërsa objektivi është që rikthimi të bëhet pa rrezikuar një dëmtim të ri. Në një situatë ku një mungesë disa javore rrezikon të talente jashtë dhe kombëtarës, Muçi tashmë ka kaluar në fazën e fundit të rikuperimit dhe ka nisur punën me grupin. Për Shqipërinë ky është një zhvillim pozitiv dhe një arsye për të qenë më optimist për disponueshmërinë e tij në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare. Një ndeshje ka munguar Muçi për shkak të dëmtimi. Mesfushori Kuqezi nuk ishte i gatshëm në debutimin e Trabzonsporit në kampionat për shkak të një edeme në kofsh. Pritej një mungesë gjatë për të, por Muçi është rikthyer me skuadrën. Sergio Calai e nis përsëri nga e para, ose më saktësisht nga Seria C. Qendërmbrojtësi i talentuar shqiptar, i cili ka veshur fanellën e kombëtarëve të moshave të Shqipërisë deri me U21, i ka vënë lam të mirën në Frozinones dhe është bërë tashmë pjesë e Specias. Djaloshi shqiptar spikati që në moshë të re në akademitë e Romës dhe Lazios, para se të transferojë te Grosseto në Serin C e më pas te Carrarese. Frosinone vendosi të blinte kartonin e tij dhe ai luajti disa ndeshje në Serin B para se të nisnin disa dëmtime të njëpasnjëshme që i hoqën mundësinë të luante rregullisht, e aq më tepër në Serin A. Gjatë verës ai u shkëput zyrtarisht nga Frosinone, ndërsa sot është prezantuar si lojtari më i ri i Specias në Serin C. Bëhet e ditur se futbollisti ka nënshkruar për 2 sezone, me të drejtën e rinovimit për një tjetër edicion, deri në verën e vitit 2029. Klubi i Interit ka bërë sot zyrtar numrat e fanellave që do të mbajnë futbollistët e tij për edicionin 2026-2027. Dhe në këtë listë është përfshirë edhe emri i Kristian Aslanit, ndonse ai nuk bën pjesë në planet e Kristian Kivut e Zikaldrit. Në listën e publikuar nga Interi, mesfushori i kombëtarës shqiptare ka numrin 21, të njëjtin që ka mbajtur edhe 2 sezone më parë, para se të largohej nga Zikaldrit për të provuar një eksperiencë te Torino fillimisht e pastaj te Beşiktashi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Aslani do të mbetet pjesë e Zikaldrëve. Klubi po punon të gjejë një sistemim futbollistit në ditët e fundit të merkatos, por për momentin, i vetmi klubi interesuar seriozisht për të duket Monza, ku objektivi i vetëm për të cilin Aslani do të luftojë është mbijetesa në elitë. Si për ironi të fatit, ndeshja e parë e Serie A vendos Interin pikërisht përballë Monzës.